Përshëndetje Amadea Stefa, mirë se keni ardhur në Solo Intervista. Përshëndetje. Ç'mund thoni diçka për karrierën tuaj? Për karrierën time është një rrugë shumë e gjatë, sepse unë kam filluar kam dalë që në moshën 15 vjeçare jashtë shtetit, duke shkuar në fillim në Turqi, nga Turqia në Itali dhe pastaj në Austri. Dhe jetoj të mbi 30 vite në Austri. Kuptohet me plusin dhe minusin, edhe me mallin nga ana jonë shqiptare. Dhe kuptohet kam pas atë ndjenjen gjithmonë që dua të ndihmoj njerëzin. Dhe kështu që kam filluar të studioj, domethënë kam kryer 3 universitete dhe kam zgjedhur të drejtën mbi 6 universitete në Austri dhe në Amerikë, duke filluar nga psikologjia, pedagogjia, nga edukimi i education, por edhe nga ana e shkollave, integrimi i mësimeve në shkolla. Gjithashtu kam kryer një pjesë të psikiatrisë dhe për sëmundjet e rinisë dhe fëmijëve. Çdo gjë më ka ndihmuar, por e kam parë vetveten që nuk jam unë. Dhe kam parë vetveten që unë nuk mund të ndihmoj njerëzit vetëm nga ana e shkencave europiane ose botërore. Dhe dua që të shkoj përtej shkencave. Dhe në 2007-2008 në pata fatin tim që partneri im ishte një person si puna ime dhe donte që ai të zbulonte më shumë gjëra dhe ishte trajner mental. Edhe unë njëjtën gjë isha trajnere mentale dhe psikologjike. Dhe kështu filluam bashkëpunimin bashkë, kemi hapur akademitë tona, 2 akademitë në Austri. Dhe përsëri e kam vënë re që thjesht nga ana mentale është një pjesë e asaj icebergut që thojmë ne që e shikojmë. Por aty poshtë icebergut fshihet më të vërtetë çka krejt më rëndësishme që ne thëmë e pavetdijshmja jonë, që ne thëmë shpirti jonë, energjia, informacioni quhet nga ana e azis. Dhe kështu fillova të udhtoj të bëj disa udhtime në për të gjithë botën. Dhe pothuajse kam shëtitur në pothuajse në çdo vend. Më ka mbet akoma vetëm Zelanda e Re, Domethënë jam munduar të shkoj në shumë vende të botës duke marrë, kuptohet, informacione. Për mua nuk ishin thjesht ditë pushimi si e kanë të tjerët, por unë shkoja në persona me grupa dhe takoja persona të rëndësishëm. Duke filluar mjeshtra kinez, guru indian, Native American, indianët e Amerikës, me hackit e tyre, të gjitha, me kuajt, duke shkuar në Amerikë të Jugut, në Peru, në Bahama,